Çmimi i lartë i energjisë elektrike po vazhdon të mbetet një nga shqetësimet kryesore për qytetarët. Shumë prej tyre ankohen se faturat që po pranojnë janë shumë të larta, pavarësisht se thonë se e kursejnë maksimalisht energji në përditshmëri. Sipas qytetarëve, shpenzimet mujore janë rritur ndjeshëm dhe po bëhen gjithnjë e më të papërballueshme, duke ndikuar drejt për drejt në buxhetin familjar. Ata kërkojnë ndërhyrje nga qeveria, duke theksuar se në kushtet aktuale ekonomike, po e kanë shumë të vështirë të përballojnë faturat e larta të energjisë. Unë jam ka shoh se kjo është e papërballueshme. Nuk mundet mi përballu kërkush. Edhe herën e parë kur kanë rrit çmimin e rrymës, atëherë kemë thonë që si e papërballueshme. Edhe nuk di se qysh mundet për shembull të pa çfarë pagat ulta kemi edhe pensionet e ulta. Po këtu defekti është te kjo mendimi jam. Shteti edhe qeveria jonë për shembull kjo që është tash. Duhet që këto mes milion e ndorë privatizimit, po me marë shtetin monitorim. Atëra aty ka më pas kontrol më të madhe, edhe ma mërmene që nuk kanë me manipulu që po se ata privat për këshirëmisht me vitu milionat për veti. Në përdo se ka lodhën për popull asme. Atëra kjo është një ases që shitet prej herë, që shpo dolin ata në humje. Që shhum njësën kur i lypet se sot rryma nuk është luks, rryma është e domosdoshme. E tash për shembull kur të vinë fakturat shumë të mëdha me një pension për shembull që kam unë. Domethënë krejt shkon në rrymë edhe në këto sende të tjera për shembull që duhet mi pagu obligimet që i kemi ndaj shtetit. Në gjendjes ekonomike që është këtu, mendoj që nuk ka me vend rritja. është ngarkesë e madhe për populatin këtu. Ka qenë mirë mundësisht me intervenu qeveria me i nalë ngritjet e çmimeve. Qytetarët kërkojnë zgjidhje konkrete për të lehtësuar barrën financiare dhe për të përballuar më lehtë shpenzimet e përditshme.